Sot është dita ndërkombëtare e kursimit, por se qytetarët e Gostivarit dhe rrethinës arrin të kursejnë në kohën kur kriza ekonomike dhe sociale nuk paraqitet e qëndrueshme. Kursimi për shumicën e njerëzve mbetet një dëshirë për të mos thënë e pamundur. Përkundrazi, shumica e tyre kanë kredite shumta bankare. Çfarë thot feja islame për kredit? Gazetarja Gëzime Imeri e pyeti profesorin universitar dhe teologun Musa Musai. Ta ndjekim. 31 tetori është dita botërore e kursimeve. Në këtë ditë të shënuar botërisht, qytetarët tanë jo vetëm që nuk kanë asnjë lloj mundësie kursimi për shkak të krizës së thellë ekonomike në të cilën gjenden shumica, por nga dita në ditë po zhyten gjithnjë më tepër në kredi. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, qytetarët e Maqedonisë përmes kartelave debitore dhe kreditore kanë kryer transaksione në vlerë prej mbi 180 milion euro, ndërsa gjatë gjithë vitit të kaluar niveli i transaksioneve ishte mbi 185 milion euro. Kjo tregon se si vjet po dyfishohet huamarrja në banka. Sipas raportit të Bankës Popullore të Maqedonisë, përfundimisht në muajin qershor në qarkullim janë 1.194.759 kartela të këtilla, kështu që vetëm për 6 muaj ky numër është rritur për 36.000 kartela të reja. Por kush janë dispozitat e sheriatit në lidhje me kredin? Teologu dhe psikologu Musa Musai thot se kredia në islam është ndaluar. Këtë ide e kanë edhe shumica e dietarëve që merren me drejtsinë islame, të cilët favorizojnë idenë e huamarrjes, por asesi edhe kredin. Shihni, do të thonë në aspekt të porosive ose konditave koronare, kamata është diçka e ndaluar rreptësisht. Kuadër të asaj që dietarët apo mendimtarët që merren më tepër me të drejtën islame, ata tani për tani më tepër janë të përqendruar tek çështja e të qenurit e ndaluar dhe favorizimit të idesë që njerëzit duke patur besimin tek njëri tjetri, do të thonë të ketë një lloj solidariteti në këtë drejtim për të ndihmuar të tjerët që janë në nevojë. Por problematika tjetër se i përket kësaj të drejtë islame, për mendimin tim është edhe çështja e vendit, do të thotë edhe sistemeve bankare se si funksionojnë në vendet caktuara. Do të thënë, ne kemi parasysh se jetojmë në një pjesë të Europës ose një shtet ballkanik është këtu tek ne, edhe pak a shumë sistemet bankare si funksionojnë tek ne, është ky realiteti, varësisht vetëm përqindjet mund të jenë më të larta ose më të ulta njëra prej tjetrës në koeficiente të vogla, këto dallime, por nuk kemi ndonjë qendër, themi bankar ose ndonjë institucion financiar i cili do i jap në mënyrë pa kredin, do i jap pa kamat. Tani, problematika se pse kamata konsiderohet e ndaluar është tek çështja e fitimit të garantuar. E keni parasysh, do të thonë këtu institucioni bankar do të thotë kushtimisht thonë vetëm ju kushtozon juve për një huadhënie 1.000 euro për një periudhë caktuar ju kërkon 20% e saj më shumë që t'ja ktheni. E keni parasysh. Edhe këtu është e problematika e përplasjes së kushtimisht thonë edhe interesave të klientëve dhe psikologjisë se si ju e trajtoni klientin. Tani, një institucion që vepron në këtë mënyrë siç janë bankat, qëllimi është që të më dëmtoj mua, nuk është parsorë të më ndihmoj. E keni parasysh, kjo është logjika unë që e shoh dhe e cila për mendimin tim është e ndaluar ose s'paku nuk preferohet. Islami është decid në këto lloj ndalese për shkak të pasojave që mund të vinë në shprehje nga e njëjta, por kush është qëndrimi i dietarëve për çështjen e kamatës atëherë kur shteren të gjitha mundësitë dhe kur personi lufton për gafshatën e gojës ose kulmin mbi kokë. Se flasëm për institucione që respektabile, themi banka që janë të sigurta dhe të cilat kanë një koeficient të ulët të këtyre kamatave, sa i përket, nuk e di, shtëpisë apo mbijetesës, furnizimit familjar. Në këto situata, këto këstet apo këto kredimarrjet, her pas her, disa, nuk them gjithë, disa prej dietarëve e shohën në kuadër të asaj shitblerjes me këste. Keni parë sot edhe mekanizmat shtetëror, do të thonë për mos kthyesit e huave, kanë paraparë edhe veprimtari të caktuar, e cila vjen edhe ju merr me zort ose
pronë të caktuar që ju e keni si të tillë. Andaj në këndvështrimin islam unë e kuptoj, domethënë, kamata është e ndaluar. Musa i thot se gjithnjë duhet të merret përballë qëllimi dhe ideja që të mos shkelen normat e Kuranit të cilat nuk janë vendosur rastësisht. Kamata pra është ndaluar, por duhet precizuar çështjet që kanë të bëjnë me sistemin e kreditimeve apo shitblerjes me këste.